Sa e rëndësishme është të futemi të pajtojmë midis dy vetave që kanë një hasmëri ose kanë një mosmarrëveshje me njëri tjetrin. Pasha Allahu është nga shpërblimet më të mëdha tek Allahu xhaleshanu të bashkosh njerëzit. Është nga veprat më dashura tek Allahu xhaleshanu të bashkosh dy njerëz që nuk shkojnë me njëri tjetrin. Siç është edhe nga veprat më të urryera tek Zoti xhaleshanu që të fusësh edhe të ndash edhe të përçash njerëzit, futesh përçarje midis njerëzve. Imagjino, djalli i mallkum, shejtani i mallkum, i mbledh gjithë ushtrinë e tij prej djajve në akşam pra në fundin e ditës dhe i thot, siç tregon profeti alayhis salatu wasalam, çfarë zullumesh keni bërë sot? Dhe dikush mburret dhe thot, filanin thot, unë thot e bëra thot që të gënjej thot. Rrejti dikë thot e fshiu fare me rrena. Thot s'ke bë asgjë thot, s'ka problem thot, se nesër thot i pendohet Zotit edhe kthehet. Po ti tjetri, kurse unë thot bëra çmos thot, derisa e çova thot dhe volli thot. Po nuk ka problem thot, i vjen menja, dikush do ta këshilloj, ja kthen drejtën tjetrit edhe kthehet puna, i pendohet Zotit. Po ti tjetri, gjithë duke tregu zullumet, derisa çohet dikush aty nga të pranishmit, nga ushtria e djallit mallkum dhe i thot, ndërsa unë thot jam përpjek thot me çdo lloj forme thot, midis dy shokëve, midis dy vëllezërve dashur, i hyra thot nga të gjitha anët, me të gjitha mundësitë, me çfarë pata mundësi, nuk lesh thot shteg thot derisa i ndava thot dhe i bona hasa me njëri tjetrin. Thot ti thot ke bë punë thot sa ato nuk pajtohen më kur thot, vetëm se me i punë shumë të mëdha. E heq kurorën nga koka vet dhe ja jep kurorën këtij që kishte bë pra përçarje midis njerëzve.